Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar i Jezu Krishti. Mirë se vini në këtë udhëtim shpirtëror përmes litanive të Zojës së bekuar. Sot do të meditojmë mbi bukurinë e shpirtit të nënës së papërlyer, mbi pastërtinë e saj të paprekur dhe mbi dashurinë e saj të pafund për Zotin dhe njerëzit. Do të ndalemi tek shpirti i saj i shenjtë, i cili mbetet i papërlyer deri në fund, tek kopshti i saj i mbyllur, ku misteret e jetës së Krishtit shfaqen si trëndafila qiellor, duke ngritur mendjet dhe zemrat tona drejt dashurisë hyjnore. Le të ndjekim rrugtimin e saj, të ndjejmë aromën e jetës së Krishtit dhe të mësojmë nga shembulli i devocionit të saj të palëkundur. E papërlyer deri në fund. Një vajzë jashtëzakonisht e bukur dhe një virgjëresh tepër e hishme dhe e panjohur për burrin, të cilën Zoti e kishte përgatitur për birin e zotrinëve të mi. Prandaj asgjë e ndotur nuk i afrohet asaj. Asnjë gjë e ndotur nuk i afrohet asaj, që nga momenti i parë i ekzistencës së saj, Maria mbajti një roje kaq të vendosur dhe të guximshme mbi shpirtin e saj, thesarin e çmuar që i ishte dhënë nga krijuesi i saj, saqë asgjë nuk i pëlqente atij, nuk gjeti ndonjë hyrje në mendjen ose zemrën e saj. Mendimet e saj ishin të gjitha për të ose për atë. Ai ishte gjithçka për të dhe kështu ajo u bë kopshti i mbyllur ku ai gjeti gjithnjë kënaqësi. Shënjë ironimi shkruan: Virgjëresha më e shenjtë është një kopsht i mbyllur, ku mëkati dhe djalli nuk kanë hyrë kurrë për të ndotur lulëzimet, një burim i vulosur me vulen e trinisë. Dhe ajo vule çmuar mbeti e paprekur dhe e papërlyer deri në fund. Nuk u thye kurrë nga ndonjë përshpejtim i papritur i ujit, as nga ndonjë impuls i befasishëm, sepse roja mbi ta mbahej kaq besnikërisht. Ajo ishte virgjëresh jo vetëm në trup, por edhe në mendje. Pastërtia e mendimeve të saj nuk u njollos nga asnjë sugjerim i keq. Jetët tona, veçanërisht mendimet tona, janë si një lumë i çmendur, i mbyllur nga brigjet e pasioneve tona, pëlqimeve dhe neverive tona, që her pas herë rrëshqasin mbi ndonjë shkëmbë të thepisur, në një nivel më të ulët, dhe ne kemi pak ose as pak kontroll mbi ujërat e rrëmbyeshëm. Kjo nuk do të thotë se duhet të imagjinojmë se mendja e Marisë ishte ngushtë apo e kufizuar, sepse lexojmë se mendimet e saj janë më të thella se deti dhe më të gjera se oqeani i madh. Por ajo kishte një zotrim të përsosur mbi veten. Uji që rridhte nga burimi i saj me vulën e trefisht ishte i qartë dhe i pastër, dhe kaq i çmuar në sy të krijuesit të saj, për të cilin dhe vetëm për atë luante pa pushim, saqë ai bëri që engjëjt e tij ta mblidhnin dhe ta çonin në qiell mbushjen e tepërt, ku formoi detin kristal, për të cilin flet Shën Xhoni, tek libri i Zbulesës, kapitulli 4, rreshti 6, që përhapet përpara fronit të Zotit dhe ishte përzier me zjarr, sepse ashtu si mendimet e Marisë nuk ishin të ngushta dhe të cekta, ashtu edhe ato nuk ishin të ftohta dhe të pavëmendshme. Zjarri i dashurisë për Zotin që digjej gjithmonë në zemrën e saj u përzi me to,
dhe aq i madh i gjerë sa oqeani me të cilin krahasohen mendimet e saj. Flakët gjetën rrugën përmes tij dhe u ngritën triumfalisht mbi sipërfaqe, sepse dim se ujëra të shumt nuk mund të shuajnë dashurinë, as lumenjt nuk mund ta mbytin atë. Le të lajmë mendjet tona në atë det kristal, që mendimet tona të pastrohen, të lahen në thellësitë e tij, dhe si ato të nënës son Maris, të jenë më të nënshtruara ndaj kontrollit ton, më të qëndrueshme, të forta dhe të besueshme. Deti ishte kristal dhe ata që kishin fituar mund të qëndronin mbi të përpara fronit të Zotit, duke treguar mbështetjen që nëna jon ofron për ata që kërkojnë Zotin. Qoftë që dhe ata të jenë të dashur dhe të ndezur me dashurinë për Zotin dhe për të afërmin. Në fund, qoftë që zemra dhe mendjet tona të ngjajnë me ato të nënës son dhe të jenë kopsht i mbyllur, burim i vulosur. Kopsht i mbyllur. Bashkëshorti im është një kopsht i mbyllur. Lexojmë tek libri Këngët e Këngëve, kapitulli 4. Zyra hynore flet për rozaren e Maris, kopshtin e rozave të Maris, ku ajo na sjell për të na lejuar të nuhasim aromen e jetës së Krishtit. Shëtitjet në kopsht janë misteret. Në secilën shëtitje të veçantë rriten lloje të ndryshme trëndafilash qiellor që Maria dëshiron të shohim dhe të admirojmë. Aroma hynore e këtyre luleve ngrej shpirtin ton mbi gjërat e tokës dhe na bën të dëshirojmë Zotin. Maria dëshiron të krijojë tek ne këtë etje për Zotin, edhe pse e di se kjo dëshirë për të pafundmin do të na sjellë dhimbje, do ta bëj botën të padëshirueshme për ne, por ajo e di gjithashtu se kjo etje e bekuar është shpëtimi dhe shërimi i shpirtit. Shpirti është një frymë dhe mund të kënaqet vetëm me frymën e pafund. Thellësia thret thellësinë. Thellësia e shpirtit që është kaq e thellë se asnjë e mirë e krijuar nuk mund ta mbush. Thret esencën e thellë të Zotit, e cila duke qenë e pafund mund të kënaqë çdo dëshirë. Dhe rozaria është një mjet i dërguar nga qielli për të zgjuar këtë etje të shpirtit dhe për ta kthyer atë drejt interesave të saj të vërteta. Njerëzit do të ëndrojnë orët në atmosferën e mbushur me lot të gjërave të krijuara, por nëse vazhdon të flenë kështu, do të humbasin për Zotin. Dhe kështu si Uliksi, duhet të ngrihemi dhe të shkojmë në valët që kërcasin, ku shpirti është i lirë. Trëndafilat e Maris. Kopshti i trëndafilave të Maris është i mbushur plot me aromën e qiellit. Jezusi, Zoti njeri, me dritën e qiellit në sytë e tij dhe ëmbëlsinë e hyjnisë që përshkon vedijen e tij, është objekti i kontemplimit ton në këtë kopsht. Maria ka një objekt suprem të interesit për të na mbajtur të zënë, biri i saj hynor, jeta e tij, virtytet, mësimet, parimet, interesat. Prandaj ditë pas dite, ajo na fton në këtë kopsht të bekuar, të pushojmë pranë burimeve dhe lumenjeve të tij, dhe të nuhasim aromen e luleve të tij. Shkojmë atje për të mësuar më shumë rreth shpirtit të Jezusit, sepse studiojmë jetën e tij të jashtme si shfaqje e shpirtit të tij. Ashtu si interesohemi për çdo veprim të jashtëm njerëzor, për shkak të shpirtit pas tij. Janë shpirtrat ato që ne gjithmonë i mendojmë, janë shpirtrat ato që na tërheqin ose na largojnë. Tani shpirti i Jezusit, mendimet dhe ndjenjat e tij janë ato që duam të studiojmë. Shpirti i Jezusit ndryshon nga të gjithë shpirtrat e tjerë në këtë. Ai është larë në lavdinë e hyjnisë, duke qenë personalisht i bashkuar me fjalën. Ai është shpirti,
i paqët dhe pafundësisht i shenjtë i Zotit vet. Kur Maria Magdalena, mëkatarja, qau në këmbët e tij, ishte butësia shpirtit të tij, ndjenja e butë dhe mëshira e shpirtit të tij, që e preku dhe e bëri që një burim lotësh të rjedh nga zemra që kishte qenë kaq gjatë e mpir nga kënaqësitë botërore. Kështu Maria, nëna e papërlyer, dëshiron të na sjellë në kontakt me shpirtin e tij të shenjtë dhe na udhëheq drejt skenave të ndryshme të jetës së tij. Përshëndetja e Angjelit. Në muajin tetor, muajin e Ruzarës, gjithashtu kremtohet festa e engjëjve të shenjtë, dhe ne mund ta kombinojmë devocionin ndaj tyre me devocionin ton ndaj Ruzarës, sepse mund të kërkojmë ndihmën e engjëjve në një mënyrë të veçantë kur themi Ruzarën. Në të vërtetë është një lutje e Angjelit, pas përshëndetjes Marisë, është përshëndetja e Gabrielit, dhe engjëjt na janë dhënë si meq për të na ndihmuar të lutemi. Shikoni se si zbrisnin gëzueshëm për t'i ndihmuar bariut të luteshin në Betlehem, sepse dërgimi i barinjve te kryqi dhe kthimi i tyre duke lavdëruar dhe bekuar Zotin për gjithçka që kishin dëgjuar dhe parë, padyshim ishte mësim për të lutur. Në mënyrë të ngjashme, engjëjt padyshim do të vinë për të na ndihmuar kur kërkojmë lajme për të dhe kërkojmë një shenjë për ta njohur. Dhe me dëshirë të veçantë, edhe engjëlli ynë rojtar do të vijë të na bëjë këtë mirësi. Kërkimi i arit. Të lutesh pas të gjithave është pikërisht kjo, të kërkosh të gjesh Jezusin. Dhe ashtu si ai që kërkon ar do t'i kërkojë një minatori me përvojë të udhëheq. Po ashtu kur kërkojmë arin e pasur që është Jezusi, kthehemi tek udhëhecit engjëj të përvojshëm, të cilët tashmë e kanë gjetur atë dhe e mbajnë me gëzim, në mënyrë që të na mësojnë sekretin e tyre. Sepse kurthet, rënjët dhe rreziqet gjatë rrugës janë të shumta, dhe e shohim tek barind që udhëheqja mbinatyrore ishte e domosdoshme për të arritur tek Jezusi. Bota është e mbushur me spion nga ushtria e djallit, dhe nëse departamenti ynë inteligjencës nuk funksionon si duhet, do të tradhtohemi te armiku nga ata tradhtar. Tani oficerët e departamentit ton të inteligjencës janë engjëjt. Ata duhet të na paralajmërojnë dhe të na shpëtojnë nga befasi të papritura. Ne po ecim duke u gjendur në errësirë gjatë jetës, duke luajtur rolin ton në një betejë të madhe, duke ditur shumë pak për mënyrën se si po luftohet, dhe engjëjt tanë duhet të na ndihmojnë ose do të humbasim. Nëse Zoti ka dashur të caktoj për secilin një engjëll rojtar, mund të jeni të sigurt se kishte një arsye të mirë dhe nevojë urgjente për këtë. Njerëzit ecin pa e ditur, të lumtur, të verbër ndaj rreziqeve të tyre, por Zoti është i kujdesshëm për ne. Prandaj Shën Franceska e Romës kishte shumë devocion ndaj engjëllit të saj rojtar dhe e shihte vazhdimisht në vizion. Le të lutemi pra që Zoti të na jap më shumë besim në ekzistencën e engjëllit tonë rojtar dhe më shumë devocion ndaj këtij miku hynor, që me ndihmën e tij mund të themi çdo ditë Ruzarën tonë më plotësisht dhe me përkushtim. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy.
Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyit. Loto për ne. Shenjtja Virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e Kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildisht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera i qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna i hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përmëndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Duke përfunduar këtë meditim, le të mbajmë në zemrat tona shembullin e nënës së papërlyer, e cila na udhëheq në kontakt me shpirtin e Jezusit dhe na mëson të takojmë atë si arin më të çmuar. Le të lutemi që engjëjt tanë rojtar të na ndihmojnë çdo ditë, të na mbrojnë nga kurthet e jetës dhe të na udhëheqin drejt dashurisë së vërtet hynore. Ndërsa themi ruzaren ton, le të përqafojmë devocionin, pastërtinë dhe dashurinë që shprehu nëna jonë e shenjtë, duke u bërë vetë një kopsht i mbyllur dhe një burim i vullosur për Zotin dhe për njerëzit përreth nesh.